Përshëndetje të gjithëve. Ore kam 2 ditë po dëgjoj. Jo Gjesti, jo Jozi, jo do ta kapim, jo do ta bëjmë, jo do ta ashtu. Ore, të gjitha këto thashë theme, përse bëhen? Sepse thoni ju, jemi kundra dhunës. Po kjo që ju po bëni e po flisni, çfarë është? Nuk është dhunë, nuk është kërcënim. Apo kjo është hakmarrje. Nuk futet e dhuna. Edhe Jozi hakmarrje bëri. Në rregull. Ai s'di të provokoj, di të dhunoj. Në rregull, kështu që jeni njësoj. E para. E dyta, nëse jeni kundra dhunës, edhe është veprimi turpshëm, dhuna dhe veprimi i Jozit, po veprimet e Gjestit nuk janë të turpshme? Pse nuk foli në njëri kur Gjesti vinte vërdall me brek në për shtëpi, duke u hedhur në për divane, në për... Pse s'ta në njëri shturp? Po kur qëlloj me vez e i theu syzet na fytyra, i nxori syt ati Verserlos, pse nuk doli në njëri e të thoshte është turp, është dhun, do hakmerremi? Përse? Apo se nuk i intereson të produksionit? A e kuptoni që po tallet produksioni dhe Top Channel-i, edhe kur vickat e Top Channel-it me juve? Turp të vi juve që merreni dhe u jepni vëmendje këtyre gjërave. Këto janë gjëra dhe në rast të parë duhet të merren masa ndaj kanalit Top Channel. Duhet të penalizohet produksioni, stafi i Big Brother. Se ndëse Jozi do ta kishte bërë atë veprim që bëri ditën e fundit, do ta kishte bërë ditën e parë kur u fut Gjesti në shtëpi. Se Gjesti është punë ati kalamau të voçkël, që po e let i vjen vërdall në për shtëpia edhe la kuriq, me bibile për jashtë, e kupton? Po t'ja kishte dhënë atë daskën që ditën e parë, edhe ai do ishte shtruar, do kishte kthyer dhe ai se në rregull. Edhe mos u bëni kështu, mos shkatërroni njerëzimin, se po shkatërroni njerëzimin. Në rregull. Jo bën aty 2 kurvicka, në bazë të interesimit se u interesojnë për ca klikime, për ca budallëqe aty. Edhe jemi kundra dhunës, jemi kundra meshkujve, jemi kundra këtyre. Mo çfarë bëni? Keni mendjen kokë apo jo? Keni mendjen kokë apo jo? Çfarë duhet të bëjmë? Si duhet sillemi këtu? Të lejojmë të poshtërohemi? Jo, mor jo. Veprimi i Gjestit jo vetëm ishte i mirë, por u bë me vonesë. Ishte bërë që ditën e parë. Edhe jo vetëm kundër Gjestit, edhe kundër Laertit, që ngeli duke u shtirur e duke aktruar. Edhe në një tjetër atje, po për mendimin tim, ai Jozi i kishte zënë radhë, jo vetëm atij. Po radhë, bile të kishte kaluar dhe këte na ledionin në ata tjerët. Në rregull. Edhe të thërrisni mendjes të gjithë. E mos bëni lap kot. Jo trima, jo ashtu. Edhe ju që hiqeni si trima, po ka byth nga njëri të dali tek e tek me Jozin atje. Jozi 2 metra djal, u ha me dhëm. Morët vesh, mos bëni kot si trima, e si të fort. Jo vini atje 20 veta, ju hajde o gangster. Ik mo tek e tek nga njëri. Kush ka dëshirë? Të verë tek pull atje me Jozin ta provoj. Sa i vlen lëkura. Në rregull, tër gangstera e tër të forte, tër trima. Po bëni trima vetëm kur los kombëtarja, ose kur shikoni në një gjë në televizor atje. Ngreuni po jeni trima, ngreuni e kërkoni ulje çmimesh. Ngreuni e kërkoni të drejtat tuaja që po u shtypin ditë më ditë. Policit që po vënë po rrëmbejnë akoma të pasurit tokat ato. Ai keni pa në Vlorë, na Orikumi ande çapo bëhet. Në traj gjast, po dhënohen njerëzit na shtetin ato. Pse s'ngrihet në njëri more? Pse s'hapni gojën more? Apo kështu i filloni? Apo intereson edhe shtetit kjo gjë? Ta heqin vëmendjen nga hallet e problemet, edhe grabitja e tokave, pronave që po bën policia. E ta kenë vëmendjen te Gjesti e te Jozi. Gjesti, kush është Gjesti? Gjesti është Gjest. Një kalama. Nuk përfaqëson as Kosovën, as Pejin, as Dukagjinin, as çfarë. Për. Se nëse Gjesti përfaqëson Kosovën, atëherë ne të gjithë përfaqësojmë Shqipërinë. Si do t'ja bëjmë pastaj? Hajde bëjmë luftë Shqipëri-Kosovë.
E se latë na me këto gjëra, thirrini mendjes të gjithë, të mëdhenj e të vegjël, thirrini mendjes. Shikoni hallet e problemet që duhen parë. Jo këto budallëqe. U çan telefonat e mediat e këto rrjetet sociale e televizionet me xhest e Jozi. Lerin more xhestin e Jozi, xhestin e Jozi nëse fitojnë atë 100.000 euro i fusin xhepin e tyre, nuk japin as juve as kujt. Morët vesh. E në fundit duhet ruajtur edhe dinjiteti e morali. Jo, shët nuk lejohet dhuna, po pse po ato të tjerat lejohen, Po të marrë ai varset, me këpusi varsën, me këpusi syzet, në jetin, në dit bëj, ai mund të bëj çfarë të doj me mua, të rrita shikoj, mos duhet të fërkoj kokën, të them faleminderit. Çfarë zoni more? Dackë zurratit e plasja qurret mbas murit. Çfarë është? Ku jemi këtu? Shkatërruat botën, shkatërruat njerëzimin, more, kuptoni që po shkatërroni njerëzimin. Thirrini mendjes. E ndyshoni sa nuk është vonë. Kaq u thot Tiku. Ciao.